Përshëndetje të ndashur nxënës të klasës 8. Unë për ju sot nga lënda e matematikës kam përgatitur një njësim mësimore nga tema matje dhe punë me të dhëna. Njësia mësimore, thënë unë arsimtari Ramiz Iljazi. Njësia mësimore nga tema matja dhe zgjidhja e problemeve, siprinë e trekëndshit, paralelogramit dhe trapezit. Të përkujtohemi në mësimin e keni në faqe 281 në libër. Të përkujtohemi formulat për njësimin e siprinës së trekëndshit, paralelogramit dhe trapezit. Trekëndshi. Siprina është 1/2 a herë h, pra a-ja është baza, kurse h-ja është lartësia e lëshuar mbi brinjën a. Te paralelogrami është siprina barazi a herë h, ku a-ja është brinja e paralelogramit, kurse h-ja është lartësia e lëshuar mbi atë brinjë. Te trapezi është katërkëndshi që ka një palë brinjë paralele. Formula është 1/2 që shumëzon a plus b dhe kreta e shumëzon lartësinë h. A-ja dhe b-ja janë bazat e trapezit, kurse h-ja është lartësia. Pra, i përkujtuam formulat për njësimin e siprinës së trekëndshit, paralelogramit dhe trapezit. Të kalojmë në një shembull. Kemi njëso siprinat e formëve 2D sipas të dhënave në vizatim. Pra kemi në A vizatim që kur vërejmë vizatimin, vërejmë se është një paralelogram. Ku është dhënë brinja 9 presje 3 cm dhe lartësia mbi atë brinjë që është 11 presje 7 cm. Në fillim përkujtuam formulën për njësimin e siprinës së paralelogramit, pra që ishte s barazi a herë h. Në këtë rast a-ja është 9 presje 3 cm, kurse lartësia është 11 presje 7 cm. Zaventojmë në formulë, dhe më thënë 11 presje 7 cm herë 9 presje 3 cm, që kur shumëzohet, kur kërfali ka është bërë një gabim në vend të 9 presje 3 shënor 9 presje 1, kur shumëzohet del 106 presje 27 cm katror. Pra siprina e paralelogramit është 106 presje 27 cm në katror. Çojmë në b. Në vizatim në është dhënë trekëndshi që ka brinjën 20 cm dhe lartësinë mbi atë brinjë që ka 17 metër. Dhe më thënë brinjën 20 metër dhe lartësinë mbi atë brinjë 17 metër. Në fillim përkujtojmë formulën për siprinën që ishte s barazi 1/2 që shumëzon a herë h, pra a-ja është 20 metër, lartësia është 17 metër, shumëzojmë, i zaventojmë në formulë 20 herë 17, pjesëtojmë 20 me 2 mbetet 10 herë 17, kur shumëzojmë 10 herë 17 bëjnë 170 metër katror. Pra, siprina e këtij trekëndshi në figurën e dhënë është 170 metër katror sipas të dhënave që i kemi në vizatim. Çojmë tek figura 9C. Figura 9C na është dhënë një trapez që ka baza 36 metër dhe 25 metër dhe lartësinë e ka 21 metër. Në fillim përkujtuam formulën për njësimin e siprinës së trapezit, që ishte s barazi 1/2 që shumëzon a plus b herë lartësia, ku a-ja dhe b janë bazat e trapezit. Me zaventsimin e të dhënave në formulë do të kemi 1/2 që shumëzon 36 plus 25 herë lartësia 21. Kryejmë mbledhjen
që kemi në klapa, të 36 plus 25 bëjnë 61, pastaj shëmzojmë 61 me 21 fitojmë 1281, dhe me thonë një dita e 1281-shit, pra Siprina do tjetë, kur pjestojmë 1281 me 2, mbetet 620 presje 5 m2. Pra, Siprina e trapezit është 620 presje 5 m2. Shpresoj se me këto shembuj, juve do t'ju ndihmoj që detyrat në vazhdim të zgjedhni vetë. Në mënyrë pambarur, në faqe detyrë shtëpie keni faqen 281, në këto kushte që jemi tani, 281 keni detyrën 1, 2 dhe 3, që konkretisht kanë të bëjnë me Siprinën e trekonshit, paralogramit dhe trapezit. Formulat i keni, dhe në faqen 282 detyrën 4, 5 dhe 6. Shpresoj se shembulli që dham më parë do t'ju ndihmoj që juve të kryeni detyrat që i keni në këto faqe të dhëna. Ju falenderit për vëmendjen, ju dëshiroj sukses në punën tuaj të pambarur. Ju përshëndes, kaloni bukur dhe ruani shëndetin tuaj.